Përshëndetje, kjo video nuk është për të gjithë, por është për guximtarët dhe për ata që janë gati që të bëjnë zgjidhjen në çdo drejtim të jetës së tyre. Dhe kur mund të bëhet kjo dhe si mund të bëhet, dëgjojeni këtë video deri në fund dhe shpërndajeni në të njëjtën kohë, komentoni që të kem dhe unë oreks të bëj dhe video të tjera dhe gjithashtu të bëjmë ndryshime energjie dhe të ndihmojmë dhe njerëz të tjerë të kuptojnë pse disa programe, disa gjëra përsëriten gjithmonë. Dhe këtu jam të tregoj që në çdo gjë ka zgjidhje, kur ti je gati ta bësh atë. Të gjitha modelet që na përsëriten nga mbrapa ka trauma, ka dhimbje dhe të gjitha këto traumat dhe dhimbjet përmbajnë frikën. Por gjë më e bukur është që mund të bësh zgjidhjen dhe si mund ta bësh, dëgjoje këtë video deri në fund që të kuptosh vërtet dhe përgatitu që të dalësh nga kjo dhimbje, nga këto trauma, sepse vetëm shikimi i çdo gjë që të shqetëson, atëherë do të ndihmojë që të ndryshosh jetën. Sa ti e lufton ose e bën sikur se shikon traumën, dhimbjen dhe frikën, ajo do të qëndrojë aty dhe shpeshherë do bëhet më e fortë derisa ti ta shikosh. Cilat janë 4 çelësat që të çojnë në lumturi dhe si mund ta lirosh traumën tënde. E para është pranimi, çelësi i parë, pranimi dhe vetëdia. Si mund ta mësosh këtë? Me parashikimin e kontratës të shpirtit me ditën e lindjes. Do më thënë të mësosh pse ke ardhur, çfarë të bësh në tokë, ku do shkosh, pse i ke këto trauma dhe këtu jam të tregoj që traumat janë ndodhen në trup, ndodhen në ndërgjegje dhe në shpirt. Traumat trashëgohen nga paraardhësit, nga jetët e mëparshme, nga ngjizja në barkun e nënës dhe nga mosha 0 deri në 7 vjeç. Për më tepër mund të flasim në trajnimet e ndryshme që bëjmë. Tani, kur dhimbja shfaqet dhe nuk është shprehur dhe është në brendësi, trauma nuk e kemi parë, ajo vazhdon të qëndrojë aty dhe ne krijojmë frikra të ndryshme dhe çfarë bëjmë, bllokojmë jetën tonë. Thamë, jemi këtu në çelësat, 4 çelësat që do të ndihmojnë është pranimi, vetëdia. Çelësi i dytë është vendimi, e pash këtë gjë, e lexova hartën, e pash parashikimin, jam i vetëdijshëm, tani çfarë vendimi dua të marr. Treta është terapia dhe zgjidhja, çfarë do zgjedh. Dhe këtu jam që të bisedojmë në privat, me mesazhe ose të mbyllim një takim, kush është frika më e madhe se dhimbja, më e madhe jotja, dhe mund të ndihmojmë që me çfarë programi është i përshtatshëm pikërisht për ty si person, që si mund të punojmë, do të thënë në grup, në privat, nga afër, nga larg, do të thënë dhe programet 21 ditore. Dhe çelësi 4 është veprimi, bëj përpara çfarë duhet të më bëjmë. Atëherë thamë, 4 çelësat e lumturisë që na largojnë nga traumat, gjithçka bëhet me punë personale, akoma dhe në grupe, nuk largohet asnjë gjë, kur nuk vete nuk e shikon dhe nuk e liron dhe ta kthesh atë dhimbjen në forcë, sepse ne përjetojmë shumë trauma dhe dhimbje si qenie hyjnore që bëhemi toksore në trup për të evoluar. Atëre, çelësat janë pranimi, vetëdia, vendimi, marr vendim çfarë do bëj, terapia dhe zgjidhja dhe veprimi. Veprimi, kush merita më përshtatet nga programet 21 ditore të Akademisë të Dritës, sistemi përfaqësik, lirimi me metodën tjetër që merremi me trauma në barkun e nënës, do të thënë ti do flasësh çfarë të shqetëson dhe unë do të jap pikërisht atë që duhet të bësh
o në privat, në seanca private, ose në programet 21 ditore që mund t'i bësh për 21 në ditë në shtëpi. Dhe këtu dua të them që keni një ofertë shumë të mirë me që kemi Pashkët, 1+1 programet 21 ditore. Do më thënë, një paguan, tjetër ne ke dhuratë. Kjo do jetë deri në datën 15 prill. Më mbas do t'i marrësh në çmimin që janë gjithmonë. Tani, gjithashtu, kini librin Simboli mrekullive, që është nga botimet Living në Tiranë, po mund ta gjeni kudo që të punosh me frikë dhe është vetëm 12 euro dhe ka 33 frika dhe fobit që përmbajnë trauma edhe dhimbjet, që do arrish të punosh me veten tënde që të arrish t'i lirosh. E bëj dhe unë, është një metodë dëshërimi, nuk është libër ta lexosh, roman, metodë dëshërimi që punon me frikën. Simboli mrekullive është kjo, e shikoni, është Infinity, kështu është Infinity, por kjo është në këmbë dhe ndërrojeni që ky personi, ti për shembull unë që e punojmë këtë, jemi brenda dritës hyjnore, dhe nga lart dhe nga poshtë, dhe ka të gjitha shigjetat dhe mënyrën si mund ta punosh dhe në libër mund ta gjeni. Gjithçka, çfarë mund të ndihmoj kjo metodë, si ta lirojnë dhe çdo gjë. Kam dhënë dhe këtu në YouTube dhe në TikTok dhe disa nga frikrat, në qoftë se më shkruani kush është frika që keni kuptuar ju kryesore, ose më shkruani kush është ajo që të përsëritet më tepër në jetën tuaj, dhimbje dhe trauma, çfarë nuk mund të kalosh. Shikoni dhe videot e mëparë që kam thënë në bazë të ditës të ditëlindjes, kush është trauma jote, dhimbja jote, si të dalësh nga ajo. Ka shumë informacione o njerëz të bukur që ne mund ta bëjmë jetën më të lirë. Por duke qëndruar në vend pa bërë asgjë, më vjen keq, por nuk mund të kemi zgjidhje, sepse ne nuk erdhëm të rrim me duar kryqe. Prandaj jam këtu për të ndihmuar në të gjitha drejtimet, por përgjegjësinë do ta marrësh ti. Unë jam këtu vetëm të udhëheq dhe të jap programin e dur dhe zgjidhjen e dur për ty në bazë të asaj që ty të përsëritet në jetë dhe të dhimbjes që mban akoma, dhe në qoftë se ti dhimbjen e mban në mënyrë tjetër, për shembull si këtu data 31 se kam kompjuterin përballë që thot dhimbjen e mban si barrë personale, të tjerët kanë dhimbje dhe e mbajnë barrën personale, unë jam fajtori dhe kjo bëhet shpeshherë kur jemi në të vegjël dhe mbajnë barrën e prindërve, kam qenë dhe unë një nga ata. Shërimi vjen mos mbaj gjithçka vetëm, por ndaj si kush të marrë përgjegjësinë e tij, atë që po bëj unë tani, se më parë bënja dhe me njerëzit dhe si terapiste. Dhe mesazhi për ty është jam e lirë të ndaj. Do të thënë akoma dhe dhimbjen time jam të ndaj dhe unë kam filluar të flas edhe ju dëgjoj dhe ju, ndaj ju po ju them që më shkruani kush është dhimbja juaj, çfarë nuk ju shkon mirë, që të gjejmë zgjidhjen. Pa bërë asgjë nuk mund të ndryshoj. Dhe gjëja më e bukur është sepse të mësoj të këthesh dhimbjen në forcë. Dhe mua që më shkoni këtu, nuk ka shkuar gjërat vaj, akoma dhe shpeshherë ngjallen ato frikrat e ndryshme sepse ka plagë që nuk kanë liruar plotësisht, sepse i thash kemi traumat e trashëguara nga jeta e pashme, nga paraarsit, nga prindrit, ato që janë krijuar që nga ngjizja, qëndrimi në mitër, nga mosha 0 deri në 7 vjeç, dhe ato na përsëriten, janë kaq shumë sa shpeshherë ne duhet t'i shikojmë që t'i lirojmë të gjitha së bashku. Por zgjidhje ka, vetëm po të duash ti. Të dua shumë, të përshëndes, shkruaj, komento, shpërndaje videon dhe gjithashtu më ndiq për video të tjera sepse kam lajm të mirë.